الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me temët e ligjëratat e fundit për të cilët kemi folur për lidhje me obligimet e zemrës. E sot inshallah do të flasim diçka lidhje me gjunohet e zemrës. Se tham njeriu për me ju bind Allah subhanahu wa taala me zemër, do ta di se çka ka obligim me zemër dhe cilat janë gjunohet e zemrës, për mu largu nga gjunohet, edhe për mikri ato detyrë që I ka me zemër. E pastaj mund të themi se filani ju ka bind Allahut me zemrën e tij. Pra kur I krin urdhrat e Allahut me zemër që kemi obligimet, edhe kur largohesh nga gjunohet e zemrës, atëherë ju ke bind Allah subhanahu wa taala. E për mu largu prej gjunohet e zemrës, duhet me di se cilët janë gjunohet e zemrës. Një prej tyre është ar-riya'u bi a'malil birri. Si e faqësia në veprat e mira, të bësh veprat e mira sa për si e faqe, për me të lavdëruar njerëzit, për mu duke I mirë të njerëzit. Kjo është llogarit prej gjunohet të zemrës. Pra nëse e bën një punë të mirë, por me qëllim të lavdëroj njerëzit, apo me qëllim sa përsi e faqe, jo se ki bon mirë. Në të kundërtën ki bon gjunat e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra çka është ar-riya, si e faqësia thotë wa la amalu li ajli an-nasi an ay liyamdahuhu wa yuhbit thawabaha. Si e faqësia është ta bësh një vepër për njerëzit, pra të lavdëroj njerëzit, dhe kjo vepër I zhduk apo I humb se për shpërblimin e asaj vepre të mirë. Pra me dhon një sadak, një të varfrit, një jetimit, një nevojtarit, jap një 10 franga apo 50 franga, 100 franga, normal kjo vepër është e mirë, edhe ka shpërblime të mëdha. Por nëse e bën sa përsi e faqe me të lavdëruar njerëzit, këto shpërblime nuk ki, por ki gjunat e Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi, thot njerëzit e parë për të cilët kanë mu xhikun ditën e xhikimit janë 3 grupe njerëzish, prej muslimanëve. Thot I pari thot shahidi apo ai që ka luftuar sa përsi e faqe. Ka shku dikush në luftë, me luftu, por botën e ardhshme kur ta xhikon Allah subhanahu wa taala, atë njeri që ka ra për neve është dëshmor, për neve ka shku dëshmor, shahid. A në atë botë, Allah Gjellëshanu thot merë në hudhën në Gjehennem, se ka meritu dënimin. Thot o Zotën, kam luftu për ti, kam shku në luftë, kam në shpirtin, jetën për ti. Thot ke shku në luftën me thonë filoni të rim. Edhe kanë thonë. Pra ti ke shku në luftë për emër, me thonë njerëzit filoni, komandat filoni, trimi filoni, ka ra dëshmor. Edhe kanë thonë njerëzit, thot hudhën në Gjehennem. Do me thonë shpirtin e ka dhonë, merë me shpirtin me dhonë, sejni matë të shrejt e ka dhonë për çka? Për me lavdru njerëzit. E në ditën e gjikimit meriton dënimin. I ditë thot pejgamberi alayhis salam dietari I cili ka mësu dhe ka lexu Kur'anin sa përsi e faqe. Dietar, mashallah, dije po. Kur'anin lexon zonin e bukur, leximin e mirë, Allah xhaleshan thot merë në hudhën e Gjehennem. Thot o Zot, unë e kam mësu, e kam shpërndarë teorien, kam lexu Kur'anin, thot e kam bën për ti, thot e ki bën për me të lavdëruar njerëzit, me thon filoni mashallah çfarë dietari, filoni mashallah si be lexon Kur'anin, thot hudhën në Gjehennem. Po ka lexu Kur'an për çka? Për me lavdëruar njerëzit. Ka pas dije, ka shpërndar dijen, çka për me thon njerëz mashallah sa oratore, sa dije të mëdha, thot Allah hudhën në Gjehennem se ke ka bën sa përsi e faqe. Edhe njerëzit kanë thonë pasaj, kanë folë për ta, oh, mashallah, filoni, çfarë dietari, çfarë lexuesi. I treti thot I pasuri I cili ka dhonë sa përsi e faqe, ai që ka pas pasuri, ka dhonë pasuri nevojtarëve, për xhaminë, jetimave, lloj-lloj mënyra ka shpërndar pasurinë e tij. Allah Gjellëshanu thot merë edhe këtë hudhën në Gjehennem. Thot o Zot e kam bon për ti, thot e ki bon për me thonë filoni dardhanës, e ki dhon për me thonë filoni, për me të lavdru njerëzit, thot edhe kanë fol njerëzit.
Pra këto 3 grupe njerëzish në ditën e gjykimit, të parë që do të gjykohen dhe do të hudhen në xhehenem, pra meritojnë dënimin e Allahut. S'kan me qëndru për gjithmonë në xhehenem, se musliman kanë qenë besimtar, por meritojnë dënim për këtë vepër. Pra i cili ka luftu, ka shku në luftë, ka vdek, ama për emër, dietari apo lexuesi i Kuranit që e ka bën për emër, për me lavdëruar njerëzit, dhe i pasi që e ka dhënë pasurinë për me lavdëruar njerëzit, për me thonë dërdhanës është, këto 3 grupe të parë të cilët do të hudhen në xhehenem ditën e gjykimit. Pra, si e falësia llogarit prej gjunoheve të zemrës. Ta bësh një vepër me të lavdëruar njerëzit, edhe kjo i humb sevap për shpërblimet, plus ajna meriton dënim të Allahut dhe ki bën gjuna. Prej gjunohet të zemrës është el-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Të nihesh i sigurt nga dënimi i Allahut. Të disa dietar kjo është gjuna i madh. Të disa dietar, sidomos të Hanefit, të Maturidit, kjo është llogarit kufër. Nëse njeriu sigurohet, thotë unë baj çka baj, mos ka më dënu Allah, se është ai mëshirshëm, unë nuk më dënon. Sigurohet nga dënimi i Allahut, kështu i jep vetes mundësinë me bë gjunohe. E thotë unë baj gjunohe se dhe sigurohet nga dënimi i Allahut. E të dietar Hanefi, që përkatën me mëdhëbit Hanefi, kjo është kufër. Nuk duhet njeriu të ndihet i sigurt nga dënimi i Allahut. Duhet me di se nëse i bën gjuna Allahut, nuk pendohen dhe nuk më fal Allahu, meritoj dënimin e Allahut. Nëse bën punë të mira dhe mi pranon Allahu, më shpërblen Allahu, meritoj shpërblimin e Allahut ditën e gjykimit. Po nuk duhet njeriu mos siguron nga dënimi i Allahut. Në thonë jo, mu Zoti nuk më dje, nuk më dënon me zjarr të xhenemit. Me bë çka më bënë, Zoti nuk më dënon. Kjo nxjerr prej Islamit. Wal qunutu min rahmatillah, ta humbë shpresën nga mëshira e Allahut. Me thonë ja, mu Zoti nuk më mëshiron. Me bon çka me bënë, Zoti nuk më mëshiron. Nuk duhet me u shpresën te mëshira e Allahut. Por duhet me jetu njeriu, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, duhet të jetojë me shpresës dhe frikës. Sikur ai shpezi me një krahun fluturon, duhet me pas di krah me fluturu. E thot pejgamberi alayhis salam, besimtar duhet të jetojnë këtë botë sikur ai shpezi me di krah. Në një anë ta ketë frikën ndaj Allahut, në anën tjetër të shpreson në mëshirën e Allahut. Por në shtratin e vdekjes, thot pejgamberi alayhis salam, më shumë duhet me anu ka kush, ka mëshira Allahut. Pra gjatë jetës sa jetë gjallë, ke frikë Allahun dhe shpreson mëshirën e Allahut. Hec bash paralel me dyjet. Në momentin e vdekjes, shtratin e vdekjes, më shumë duhet me shpreson mëshirën e Allahut. Jo me të njaja tuta më shumë, sepse shejtani pastaj shfrytëzon këtë momentin të je frigosh për vdekjes, çish me lën familjen, çish me lën pasurinë, çish me lën jetën, çish me lën tu frigu të asi, shejtani çat moment mund devijon. E çka duhet me bë? Me anu më shumë ka mëshira Allahut në momentin e vdekjes. Ama gjatë jetës duhet paralel të ditë me pas edhe frikën, edhe shpresën në mëshirën e Allahut. Pra, i frikojmë Allahut, kjo vepër e ka ndaluar Allahu, nuk e bëj. Kjo vepër Allahu ka urdhëruar, e bëj dhe shpresojnë mëshirën e Allahut. Shpresojmë me pranu Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej gjunohet të zemrës është at-takabburu ala ibadihi wa huwa raddu al-haqqi ala qa'ilihi wa istihqaru an-nasi. Mendjemasia ndaj robëve të Allah subhanahu wa ta'ala, ndaj muslimanëve të bosh mendjeman. E çka është mendjemasia? Ta refuzojsh të vërtetën e dikujna, edhe nëse e ka e thot të vërtetën, t'ja refuzojsh të vërtetën personit që e thot. Wastihqaru an-nas, dhe ti nënvlerësojsh, ti nënçmosh njerëzit. E kjo është mendjemasia. Çka është mendjemasi? Kur dikush thot diçka, hiç u betina. Edhe pse ka thonë të vërtetën, a më kush na filoni, hiç u këtij fukaras. Hiç u këtij se kur kush se njeh, hiç u këtij. Kjo është nga mendjemasia arritet. E mendjemasia është për gjunohet të zemrës dhe llogarit gjunah i madh. Apo nga mendjemasia është ti nënçmosh muslimanët. Këshire që si ja vesh, këshire që si han buk, këshire që si e ka shtëpinë, se aty nënçmu muslimanët. Është gjunah i zemrës dhe llogarit për gjunohet të mëdha. Dikush edhe prej mendjemasisë ka pas raste dikush edhe ka dalë prej Islamit. Tregon kohën e Omerit radiallahu anhu, një njeri, një i varfër, një sklav, duke bën tavaf te Ka'bja, ja ka shkel rrobët një zenginit, një të pastër, një njeri që ka pas pak autoritet, e ja ka shkel teshën të bën tavafin, edhe ke hidhërot dhe jam shon një shuplak. Edhe ke
Sklavi shkon në kohë të Omer radiallahu anhu, thotë Emir Mu'minin isha të bon tavafin të Ka'bja, gabimisht ja shkela teshët rrobët një personit, më mshoj në flakaresh. Thotë Omer radiallahu anhu fton thirrën e filanin. Edhe shkon ki filan, thotë o filan, thotë është e vërtetë kjo që ka ndodhur, thotë po. Thotë tash që duhet më ta kthiti. Duhet më ta dhoni shuplak edhe kjo. Me Islam ç'shton është. Ja kim shu ta mshon. Ki personi thotë kemi më shumë, a di kush jam unë? Çfarë autoriteti kam, jam i pas, jam filan fisit, nisi krenohet. Thotë Omer radiallahu anhu duhet me ta kthi hakin. Ja kim shu ta mshon. Jo më mshon, jo s'më mshon, edhe largohet prej atë, largohet prej Medinës, prej shtetit Islam, shkon ka Irani, dikon ka Persia e atëhershme, edhe largohet prej Islamit, e mohon Allah, nise bën edhe kufër, e kundërshton Islamin. Prej çka nga mendjemasia. Shejtani kush e largon nga mëshira e Allahut? Mendjemasia. Ku i tha Allahu bani sejdë Ademit për kulje, sejdën si shenjë respekti, Iblisi tha, shejtani tha, mu më ke kriju prej zjarrit jam më i mirë se Ademi. U bë mendje madh, e refuzoi urdhën e Allahut dhe u bë lanet i mallkuar dhe u largu nga mëshira e Allahut. Po mendjemasia të çon në devijim. Bëhu robi Allahut i thjesht, mos u bën gjunaqar mendje madh, sepse mendjemasia është gjunah i madh dhe llogaritet prej gjunoheve të zemrës. Por këto ishin disa gjunohe prej gjunoheve të zemrës. Inshallah vazhdojmë javën e ardhshme me tjera gjunohe të cilat njerëzit shumë i bojnë dhe shpesh i bojnë dhe nuk i di se janë gjunohet të zemrës. Mendon se ka drejt. A di mu të duk veqja dikushi, është normale, unë kam pasuri, unë kam autoritet, unë e punoj filan punë, unë kam firmë, unë kam matë, kam këtë, i kije për vetës, i kije për njerëzit. Nuk duhesh mu tregu mendje madh ndaj robëve të Allahut, nuk duhesh mi nënçmu njerëzit, mi nënversu njerëzit, sepse të gjithë jemi krijesa të Allah subhanahu wa ta'ala, e më i miri te Allah është ai i cili është më i devotshëm. Lutim Allah ta'ala na i falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe lutim Allah subhanahu wa ta'ala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.